Dashi, të premte ndihesh më energjik dhe gati për veprim. Është ditë e mirë për të marrë iniciativa, sidomos në punë apo projekte personale, por kujdes me impulsivitetin. Demi, dita sjell më shumë stabilitet dhe fokus tek gjërat praktike. Mund të kesh mundësi të rregullosh një çështje financiare, por shmang shpenzimet e panevojshme. Binjakët, komunikimi është i fortë dhe mund të kesh takime apo lajme të mira. Kujdes vetëm të mos shpërqendrohesh nga shumë ide një herësh. Kaforia, emocionet janë më të theksuara, por dhe intuita të ndihmon shumë. Është ditë e mirë për familje dhe për të sqaruar një çështje që të ka shqetësuar. Luani, ke vetbesim dhe energji pozitive, ndaj mund të tërheqësh vëmendjen në shoqëri apo në punë. Vetëm kujdes të mos bëhesh shumë dominues në diskutime. Virgjëresha, fokusi yt është i fortë të arrin të përfundosh detyrat e rëndësishme. Mos u streso me detaje të vogla që nuk kanë shumë rëndësi. Peshorja, marrëdhëniet përmirësohen dhe dita sjell më shumë harmoni. Është moment i mirë për bashkëpunim dhe sqarime me të tjerët. Akrepi, ke vendosmëri dhe forcë për të mbyllur një çështje të rëndësishme. Kujdes vetëm me tensionet emocionale në komunikim. Shqetëtari, ndihesh më optimist dhe ke dëshirë për ndryshim. Mund të vijë një ide e re që të motivon për të ardhmen. Britsjapi, puna kërkon disiplinë dhe përqendrim. Mund të ndihesh pak i ngarkuar, por rezultatet do të jenë të mira në fund. Ujori, kreativitet dhe idetë e reja janë në rritje. Është një ditë e mirë për projekte dhe për bashkëpunime me njerëz të tjerë. Peshqit, intuita është shumë e fortë dhe të ndihmon në vendime personale, shmang stresin dhe merr kohë për shqetësim.